22 gusht. Ta gjesh Perëndin në pikën më të ulët. Atëherë zotëria e Jozefit e mori dhe e futi në burg. Por Zoti qe me Jozefin dhe u tregua dashamirës ndaj tij, duke bërë që t'i hynte në zemër drejtorit të burgut. Zanafilla 39, 20 deri në 21. Pas akuzës së padrejtë nga gruaja e Potifarit, Jozefi përfundoi në pikën më të ulët. Sërish, ai u dënua përsëri, kësaj here jo në një grop, por në një qeli. Bota e tij ishte shkatëruar sërish. Megjithatë, si njeri i Perëndis, si burr me parime, Jozefi shfaqi durim të pamas. Ai ishte larguar nga tundimi Joshos si grua së Potifarit me forcën e bindjeve të tij dhe kishte marrë vendimin mbi bazën e pastërtisë dhe të asaj që është e drejtë. Duke qartë se Jozefi kishte frikë më shumë nga Perëndia se sa nga qelia. Ai nuk do të binte në shtrat me gruan e Potifarit, sepse po ta bënte këtë, do të mëkatonte kundër Perëndisë. Për Jozefin, ky ishte fundi i çdo diskutimi të brendshëm, dhe kjo ishte një bazë më se mjaftueshme për vendimin e tij. Një pikpamje e tillë do të na mbajë edhe ne në udhën e ngushtë. Besnikëria e vërtet nuk vjen nga pragmatizmi, por nga parimet. Kjo do të thotë ti marrësh vendimet në vendin e qetë, duke mos lejuar që gjithë fanfara e botës të shpërqendrojë. Do të thotë të bindesh pavarësisht nga pasojat. Do të thotë të jesh aq i vendosur për të qenë një burr ose grua e Perëndisë, saqë kur trysnia e mëkatit të jetë më e madhe, ose kur gjithçka të rrëzohet mbi ne, të dimë se si të reagojmë. Ndërsa Jozefi duroi vuajtje të padrejta, Perëndia e demonstroi dashurinë e tij duke i dhënë favor para gardianit të burgut. Në këtë tregim, nuk ka asgjë që të sugjerojë se Jozefi u përpoq t'i manipulonte rrethanat për qëllimin e tij. Edhe sikur Jozefi të kishte qenë duke kërkuar një mik ose një aleat, ai nuk do të kishte pritur kurrë që gardiani i burgut ta përmbushte këtë rol. Mirë po Perëndia kishte ide të tjera. Prania e Zotit qëndron me njerëzit e tij edhe në mes të rrethanave më të skajshme. Her pas here, të gjithë ne ndihemi sikur jemi në qeli, në një pikë tjetër të ulët në jetën tonë, dhe jemi mbyllur brenda një izolimi të acartë. Ndoshta kështu ndihesh sot. Ndoshta edhe ti, ashtu si Jozefi, ke qenë viktime e akuzave të rreme ose po llogarit çmimin e vendosmërisë sate për t'ju bindur Zotit tënd. Ose ndoshta diçka krejt e ndryshme po të rëndon në shpirt. Pavarësisht se me çfarë po përballesh, Zoti e di. Ai nuk është zënë kurrë në befasi dhe të do me një dashuri të përjetshme. Dashuria e tij është e palëkundshme dhe rrethanat nuk e ndryshojnë atë. Ai të do aq shumë sa që kaloi përmes qelisë së vdekjes dhe tmerrit të ferrit, që ti të mos kesh nevojë që të kalosh përmes tyre. Ngushëllohu duke ditur këtë. Ashtu siç deklaroi profeti Zakaria, ai që ju prek bebe në syrit të Perëndisë. Zakaria 2:8.